gatuaj me Albanën. Mirëmëngjes. Mirë se të gjeta, pas ke perime sot. Si të kam? Mirë shumë. Në më të mirën e mundshme. Shumë mirë. Okay. Dhe në më të mirën e mundshme, recetat janë vërtet për sot. Kam një humus ose salcë me patlıxhan, gjë që kjo do kaloj e dyta si recet, por mua më duhet që të gjithë këto t'i vendos në furrë. Dhe e nis si fillim me këto, sepse më pas që të marrin kohën e duhur. Kam një patlıxhan, unë i kam bërë ndarjet, shpimet më sakt, bëhen që të zbuten, vendosen në letër, gjithë secila veç në letër alumini, një speci kuq, sepse unë do bëj një masë më të vogël, dhe duke u mbledhur, normalisht lëkura hiqet më shpejt. Edhe një patlıxhan tjetër. Shiko, ndërkohë që ti bën këtë veprim, edhe hudhrat, po patjetër, të zbuten ato kur piqen në furrë bëhen kështu si tru. Tek hudhrat shtoj pakës fare krip. Kam edhe patlıxhanën tjetër dhe jam shumë në rregull. Në furrë të parangrohur si gjithmonë, është slogani im, dhe i vendos që të piqen. Po. Kështu si që janë, do të zbuten dhe më pas, kur t'i zbulojmë, do të heqim letrën patjetër dhe do të marrim pjesën e tult të perimeve, të patlıxhanit kryesisht, pastaj edhe të specit. Mirë, po i vendosim perimet dhe tani do kalojmë tek receta tjetër, lule lakra me beshamel në furrë, për cilën ju po lexoni tek strisha që qarkullon në ekran. Çfarë ju duhet për recetën e lule lakrës me beshamel? Të dyja do t'i përgatisim vetë, pra edhe beshamelin, nuk do ta marrim të gatshme, ta përgatisim këtu. Ju duhet një lule lakër e madhe, një qep mesatare, gjalp, miell, qumësht i ngrohtë, djath i grirë kaçkavall, 4 vezë, krem qumshti, pak thëri me buke, krip, piper dhe arë muskat për ta aromatizuar beshamelin. Kjo është receta e lule lakrës me beshamel në furrë, nëse ju e pëlqeni këtë perime, është një mënyrë shumë e mirë për ta gatuar, jo vetëm ta konsumojmë siç është e zier pra në ato minutat e përcaktuara, por duke ndërtuar, gatuar dhe beshamelin më njanë. Pra, shtoj marr 2 tenxhere, një tigan për beshamelin dhe tjetrën për qepën. Opa. Pakës fare qumësht, kapakun, shtoj miellin, Nikit, lutem, kam vendosur atë lëngun me perimeve, dhe është lëngu i lule lakrës më sakt, që nuk e çoj më dëm, por e shtoj, faleminderit. Pra, ndyra duhet të jetë e barabartë me miellin. Nuk duhet të më dalë një miell i thatë dhe të krijohet topa, por duhet të krijohet në formën e hallvës. Shoh që kam pak, shtoj dhe besoj tani jam e duhur në masën e yndyrës. Ja, mua më duhet të jetë kjo masë. E lë derisa shpërthen aromat. Sa fillon edhe merr një ngjyrë pak sa të artë, jo kafe. Sa mirë që zgjodhe këtë pjesën e
E zgjidhe këtë pjesën e lëngut? Po. E lëngun, bën beshamelin. E njëta gjë do ishte edhe sikur këtë tavë ta bënin për shembull me brokoli, mos e hidhni lëngun e tij, por e shfrytëzoni tek ky kremi i beshamelit. Nuk më duhet që të jetë masa e trash, pe kaloj, ndryshe pak pozicionet. Shtoj. Edhe pak qumësht. Masën e qumshtit. I largojmë. Tani, këtë beshameli sa minuta e ke zirë? Në minutazhin e plotë të ti apo më pak? Pra, nëse mua më duhet për lule lakrën, pra në ujë të vluar, ujë të vloj, pak krip, pak vaj, nëse lule lakra mua më kërkon që diku tek 7 minuti, unë e zje vetëm 4 minuta. Okej, që pjesën tjetër e lë që të jetë al dente. Çdo perime duhet jetë al dente, por kur kemi pasaj në sufle apo, e lëm më pak. E kam thënë shumë mirë që merë nxehtësinë. Akoma është në zjerin që ose unë e heqë dhe nëse nuk e kaloj në blansherin, në ujë të ftohtë, ne do ta kemi zjerin akoma dhe më tepër. Pra, llogarisim edhe 1 minutë tjetër zjerje. Lë qepën. Që të marrë një val me masën e kripës. Sërisht. Dhe filloj punoj qumshin në nxehtësi shumë të avasht, që unë të jem në kohë, koherente me... Po, që mos trashet më shumë se që duhet. Vezët. Vezët për të beshameli kemi? Po. Okej, do t'i shtojmë në fund fare, bashkë me arën muskat, djathin. Shtoj. Ara muskat, sigur... Armysh, karkozani, arë muskat, si të dëshironi ju. Mbetet ajo aroma të salca e bardhë, edhe nuk ndihet pastaj as aroma e miellit dhe as e vezëve, sepse ka një aromë karakteristike armyshku. Edhe piperin e zi. Do të kaloj. Në sistemin e montojmë recetën. E mirave është. Mos të kem. Pra është një boçe lule lakër, një tufë mesatare. Po ne kemi një gamë të gjerë të gatimeve me lule lakër, kemi përdorur atë në sallata të ndryshme, kemi përdorur në supë, për shembull, në tava me perime të tjera, në si quhet kjo, në kaurdisje me panet e skuqur, si buka me vezë. Po. Duke vënë vezën edhe bukën e thekur. E largoj. Në të plotë të tjera. Që mos bësh fare, se janë të nxehta. Preferencat e veta në gatimin e lule lakrës. Dikush, më pëlqen kështu shumë në sufle në tavë me këtë kremin e beshamelit, por edhe në sallat, gjithmonë duke kombinuar dhe me perime të tjera. Ajo dhe aty, qëfar është ajo? Qepa. Qepa e zbirimët dhe e kaurdisur. E zbuta me qumësht, që t'i jap. Dhe shtove qepën tek beshameli. I largoj. Dhe... Tani tëftohet pak kremi që t'i shtojmë vezët mos prien ato në kontakt me temperaturën e lartë. Djathin.
Një djath të butë që shkrin dhe kryon atë strukturën elastike tek beshameli, por dhe ndërton e mban mirë të lidhur, jep shije, djath të butë, djath të bardhë, çfarë do lloj djathit keni ju? Nuk është, unë vazhdimisht them, të jenë opsionale. Në fund fare, i jap edhe një spërkatje tjetër. Kam. Prandaj dhe kemi o graten. Është kremoze, ka vezë. Kundërmon aroma. Përse kanë vendosur thërmiat e bukës këtu? Që dhe nëse kalon ujë, që të ketë ujë, sepse lulelakra dihet, dhe nëse nuk e thajmë ne me pecet, normalisht do kalojnë lëngjët. Dhe ujë do dalin mbi sipërfaqen e beshamelit. Është njësoj si puna e vajit me ujin. E kaloj masën. Faleminderit, Niki. Paksa. Satja marrim mend. Furën, unë e kam të 220 për arsyen e po të nxehet fillimisht, pastaj edhe të nxehet, po dhe të piqem temperaturën. perimet që unë kam patullxhani dhe po të duam shtojmë djathrat që ne kemi në shtëpi. Unë kam pak djath të bardhë me shumicë, prandaj dhe shtoj çfarë djathi ju keni. Ndërsa të beshameli na nevojitet djathi i butë për atë strukturën që thamë elastike, tani është hapi i fundit. Do të shtojmë komplet kremin e beshamelit dhe vezët, të cilat nuk u poqën, nuk u pren, u rregullua temperatura. Shiko si është masa dhe e shtoj. Cheesy. Ja. Shumë e mirë. Do të mpikse, do të piqe, do të marri në fund një ngjyrë të kuqeremt. Ashtu duhet të jetë ngjyra. Do më thonë dhe minutazhi që do të kaloj në furrë do të jetë i pakët, duke qenë se është e paragatuar çdo gjë në këtë tavë. Shtojmë tani edhe Petresha nga vetë sepse u vura pak në djathin sipër. Do të shtojmë që tani apo? Po, sepse mua nuk më duhet, thjesht më duhet një pikë e beshamelit. Është e punuar. Të gjitha janë të bëra, pra janë në proces gjysmë të gatshme, gjë që mua më duhet shumë pak minuta. Po të duam shtojmë bimë aromatike, unë nuk kam shtuar bimë aromatike, sepse dua që të jetë shija e lulelakrës, të jetë e fuqishme. Të jetë prezente, bashkë me kremin. Shtojmë edhe pjesën e djathit dhe receta ka përfunduar këtu, sa pak minuta na mori kjo recet. Tani, e vendosim për të pjekur, ndërkohë shohim edhe perimet. Ky moment do të na marri pak sekonda, shumë pak sekonda, për të rikthyer nga mesazhi promocional i Prostatol.